në zgjedhje të cilat u fituan me premtime antiglobaliste të tipit alla Papandreou, në zgjedhje të cilat u përdorën shuma marrëmendshme të parave të pista, ne, demokratët e vendit, njohem rezultatet. Në përputhje me një kod moral të politikës, vazhdorheqje ndonse, 10 mijëra demokratë kërkonin të mos bëja atë gjest. Me hapjen e parë në parlament, pas zgjedhjes së kryetarit parlamentit, opozitës ju shpall luftë. Kreu i mazhorancës, i cili është unik në Shqipëri, në Ballkan, në Europë. Lexoj këtu pamflet në urrëties ndaj opozitës. Demokratë dhe demokratë, ju e ndigjuar. Ai shpalli këtu epokën e rënimit, epokën tuaj, epokën e Shqipërisë demokratike. Ai krahasoi 22 qershorin me 22 marsin për mbysje e tërë të tij. Gabosh ti që mendon se ne jemi të dërmuar. Ne jemi parti e vlerave e ndërtimit. Harroje, edhe pas tu kanë menduar gjë të tillë dhe u keni faktuar se sa të dërmuar jemi ne. Nuk dërmohemi ne. Ne ndërtojmë vlera, ne besojmë parime, ne kemi ndërtuar Shqipërinë. Por ne u larguam nga salla, sepse dokumenti që u paraqit këtu ishte çdo gjë tjetër, por jo program. Ishte një urrëtie ndaj opozitës. Ishte një përsëritje mega mashtrimeve të alla Papandreou ndaj shqiptarëve. Në qoftë se u ke marrë votën duke i mashtruar, i bindur t'jesh ti që ne nuk do njohim kufi, nuk do lanë betej pa zhvilluar, për të çuar në pjedestal dignitetin, e në për këmbur qytetarëve të lirë shqiptarë. Ju ikët nga salla pa e dëgjuar paraqitjen time të programit qeverisës. Fatmirësisht jo të gjithë, dhe gjej këtu rastin t'i falenderoj ata që nuk e ndoqën atë vit të kërrusur sjellje. Por, përmbajtja e fjalës që dëgjuat dhe do dëgjoni, sot e mot, nga unë këtë sallë nuk ka të bëjë as me urrëtien ndaj jush, as me dhunën mbi ju. Unë nuk jam zgjedhur që t'ju pëlqej juve kur flas, larg qoftë. As që idetë apo vendimet e mia të gëzojnë me do e mos pëlqimin tuaj. Dhe as që qeveria që unë drejtoj t'i ngjaj qeverisë suaj, mos o zot, që e çoi Shqipërinë në drejtim gabuar dhe pikërisht për këtë mori ndëshkimin shëmbullor jo nga ne, po nga ata që u bën 1 milion dhe që njësoj si natë marsin e lavdishëm patjetër të historisë son të 92-shit, vendosën pikërisht sepse siç e provuat deri tani, meritoni të rrini aty dhe jo qëndroni aty. Kam 15 vjet që ju ndjek, pa mundësi prezence dhe as drejt replike në këtë sallë, ku besoj se emrin tim gjithë mure do a mbajnë mend përjetësisht, pra i shumë sa e keni përgojuar, cënuar, përbaltë, personalisht, me fis dhe me farë. Por dëgjojeni dhe mbajni mend mirë se çfarë do t'ju them sot. Jo vetëm kur mora fjalën për herë të parë në këtë kuvend seancën e shkuar, po për aq vite sa detyra do ma kërkoj të marr fjalën në këtë sallë, personalja, fisi dhe fara e kundërshtarit s'kan qenë dhe s'do t'jenë ndonjëherë pjesë e përmbajtjes së fjalës time. Por ama, nga ana tjetër, sa më parë ta fshini nga mendja iluzionin se unë do t'ju kursej në këtë foltore, për të pabërë atë lebetitshme që ka bërë këtë qeverisja juaj, aq më të lehtë do a keni të ngjiteni në nivelin e minimumit jetik të mirësjelljes mes njerëzve këtu në mes të Europës.